Nderuar televizionistë me mbrëma dhe mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Unë jam Eni Vasili. Jemi sot në këtë të martë në një program të ndarë në dy pjesë, të konceptuar në dy pjesë. Në të parë do të kemi një intervistë me një nga personazhet më interesant dhe më të rëndësishëm të politikës ditës. Në pjesën e dytë do të mundohemi në një panel me përfaqësues politikës dhe media të kuptojmë çfarë po ndodh aktualisht brenda majorancës, sigurisht për lëvizjet e fundit brenda saj, për këtë konfliktualitet midis Ramës, Metës, Bashës, Berishës, janë këto emra që sot duket se janë në një kazan të përbashkët dhe nuk dihet se ku do t'i çojë zgjerja brenda këtij kazani. Por qëndrojmë në temën tonë të parë, me të cilën kemi zgjedhur të hapim emisionin. Sot me mua është Grida Duma, përpara zgjedhjeve vendore të 21 qershorit, ka qenë në këtë studio si kandidate për Bashkinë e Durrësit, një nga bashkitë më të mëdha. Sot ajo vjen në një rrëfim për herë të parë që nga ai moment, pra që nga zgjedhjet lokale të fundit, ku rezultoi humbse në këto zgjedhje. Grita, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se u gjej. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit që me mua sonte në këtë rrëfim të parë, tuajin, ti ta quajmë kështu? Televiziv, sigurisht. Faleminderit që zgjodhët Studion e Hapur për ta bërë këtë rrëfim. Është kënaqësia ime. Ju e dini, ti e di, që unë kam kënaqësi të plot të jem në një studio që besoj ditë mbaj balancat në mënyrën më neutrale të mundshme. Kështu është për të vlerësuar sepse kështu është e vërteta. Falenderoj Gjena Duma. Le të fillojmë intervistën tonë, si thash është hera e parë që ju flisni pas zgjedhjeve në Durrës, edhe në fakt është pak e çuditshme që ju keni ndënjur larg mediave, pasi mediat nuk besoj se kanë dashur të qëndrojnë larg jush. Është diçka që nuk mund të ndodhë. E them këtë pasi kujtoj edhe pas largimit nga pushtetit Partisë Demokratike në vitin 2013 pas zgjedhjeve të përgjithshme, ju keni qenë ndër të paktët, nuk dua të them vetmja, që morë një lloj flamuri mbrojtjeje ndaj Partisë Demokratike, edhe pse nuk ju futën në lista, nuk ishit në listat e deputetëve, etj, ju ishit mbrojtëse më e flakt e Partisë Demokratike, e qeverisjes së djathtës për 8 vite. Spari, pse ky ndryshim tani, pse kjo heshtje kaq e gjatë? Dhe pyetja që vjen më njëherë më pas është, cila është përgjegjësia juaj për humbjen e Durrës? Pas humbjes së 2013-s, qëndrimi im ishte i qartë për një gjë që ndoshta ne her pas here e harrojmë. Ne jetojmë ose aspirojmë të jetojmë në një vend demokratik. Dhe të jetosh në një vend demokratik do të thotë të dish të humbësh, të dish të fitosh. Është gjëja më elementare. Është gjëja më normale që një forcë politike pas vitesh tëra qeverisje të pranojë rotacione e pushtetit. Por është gjëja më jo e pranueshme, më anormale që të ndjehen humbës demokratët në rastin e 2013-s, mbështetësit, militantët, ata që besuan tek ajo forcë politike. Sepse një forcë politike nuk është një skuadër futbolli, me të cilën ti mund të bësh sa herë duash shkëmbim, është më e fortë, është më e fortë. Dhe kur ajo humb, në fakt nuk humb shpirti atyre që e mbështesin. Sigurisht, humbja është përgjegjësi më vete, e klasës qeverisë, e strukturave të larta, të cilat duhet marrin përgjegjësinë ashtu siç duhet marrë përgjegjësinë kushdo që merr përsipër marrë një fitore caktuar, por e humbja gjithsesi Eni mbetet thuhet që është e keqja më e vogël që duhet ndodhë në politik, sidomos kur ajo humbje është me një standard caktuar, her pas here është e mirë, unë nuk besoj që ne deri sot njohim një histori suksesit të vetme që vjen vetëm nëpërmjet fitoreve. Domethënë, humbja në vetvete, nëse dihet lexohet, nëse dihet të kthehet në investim, nëse dihet kthehet në eksperiencë, është një gjë që duhet shfrytzuar për të riardhur në pushtet. Kjo ishte 2013-a. 2013-a ishte një frymëzim që vinte nga shpirti demokrat që unë e takoja rëndom në çdo rrugë, që nuk e besonte atë nivel humbje. Flasim për humbjen tuaj në Durrës? 2015-a.
Zgjedhjet lokale që vinë vetëm 2 vite pas 2013-ës. Zgjedhjet lokale që trokasin me një parti demokratike që i kishte mbyllur zgjedhjet e brendshme vetëm 4 ose 5 muaj përpara se sa të hynte në zgjedhjet lokale. 2015-a thirri shumë sfida. Thirri edhe kandidatët, të cilët duhet ta pranojmë, si Halim Kosova në Tiranë, si Grita Duma në Durrës, si Gjergji Mero në Korçë, duhet thënë që janë kontribues ndaj frymës së ngritur që duhej pas 2013-ës dhe me një reformë territoriale e cila ishte gjitha dizavantazoshme. Çfarë kontribues? Ju ishit të zgjedhurit e partisë tuaj, ishit kandidat potent përballë kundërshtarëve tuaj, ishit barabartë me barabartë. Se kontribues duket pak si kufizuese, limitative. Ajo që çfarë do të thotë kontribues, do të thotë që është një normalitet i plot që kandidati në zgjedhjet lokale, elektorale lokale, të ketë një diferencë diçka më shumë se sa koalicioni i partive që e mbështesin. Kjo diferencë përgjithsisht nuk i tejkalon 10 apo 11%. Kjo është një normalitet. Me kandidatë si Halim Kosova, unë në Durrës apo diçka tjetër, ne kemi një lloj anormaliteti në këto shifra. Megjithëse thuhet që në Durrës kemi pasur humbje dhe për këtë arsye unë e kam thënë që unë njoh rezultatin, padyshim, duhet pranuar që në raport me koalicione, kandidatët ne patën një ngritje rreth 30% mbi forcat e tyre politike. Pra nëse Grita Duma në Durrës pati mbi 35% më shumë vota se sa koalicione, nëse kandidati i majorancës në mandatin e tij të tretë pati 14% më pak se sa koalicioni i tij, mendoni se çfarë absurdi është që të fitoj kandidati i majorancës. Pra edhe ju si zoti Basha humbjen tuaj e quani një fitore. Unë e kam quajtur humbje që në momentin që kam dalë në deklaratë. Por ju më pyetët për përgjegjësinë, sepse ka 2 anë çdo medalje, edhe humbja. Ka anën e parë që është humbja si rezultat sasior, i matshëm, ka dhe anën e dytë që është përgjegjësia e humbjes, ajo që ju më pyetët, të cilën unë do ta radhis. Çfarë do të thotë përgjegjësi për të kandiduar në një bashki si Bashkia e Durrësit? Unë e dija fort mirë që të fillojë një fushat 60 ditë përpara ditës së zgjedhjeve nuk është avantazh i madh. Unë e dija fort mirë që kandidati që kisha përballë nuk kishte identitet politik. Kur donit ju ta fillonit fushatën? Sa më shpejt, një vit përpara, sidomos kur kandidatët kujt është kjo përgjegjësi? E jona është e gjitha, pa diskutim. E jona kujt? Unë jam pjesë e Partisë Demokratike, e jona është, por ju a thash që në filles, Partia Demokratike në 2013 pasoi leadershipin e saj, mbaroi zgjedhjet e brendshme me një format krejtësisht demokratik në dhjetorin e vitit para zgjedhjeve dhe hyri në zgjedhje 3 ose 4 muaj më pas zgjedhjeve saj të brendshme. Ajo që ka ndodhur në Partinë Demokratike ka qenë një sër procesesh të cilat nuk kanë qenë thjeshta për të bërë. Pavarësisht se unë e di shumë mirë që gjithmonë mënyra më e thjeshtë është të akuzosh humbsin, të akuzosh atë që në atë moment duket se nuk është në pozita të favorshme. Po përpara kësaj vazhdojmë flasim paksa për përgjegjësinë. Pra unë e dija që në 60 ditë ishte një situatë e vështirë. Unë e dija, siç dhe ne e dinim, që kishim lista vetëm në 2 muajt e fundit me 2800 të regjistruar fiktiv, që kishim në 4 vitet e fundit. Jam 12.000 vota që munguan, nuk janë 2800. Patjetër. Në 4 vitet e fundit, kishim të ardhur mesatarisht në Bashkinë e Durrësit 220 veta në muaj, e cila nuk përkonte me asnjë shifër, as me 50 apartamente me qera, as me 50 apartamente të shitura, nuk përkonte as me të ardhurat për frym. E dini ju, dhe këtu ndoshta në studion tuaj duhet ta kemi thënë, që Durrësi është nga bashkitë që ka të ardhurat për frym nën mesataren e Republikës. Nuk përkonte 220 veta për çfarë vinin çdo muaj prej 4 vitesh. Bëjeni pak kalkulimin. Ne i dinim gjitha këto. Unë e dija që fama e madhe e atij kandidati atje ishte fama që blente vota 3 ditët e fundit. Të gjitha këto i dinim. Ne e dinim që automatikisht nën kryetari i bashkisë ishte drejtori i OSHE-s, ne hynim me një betejë në të cilën 7.000 ca godina nuk u prishën në Durrës. Përkundrazi u legalizuan si ndoshta askund tjetër në Shqipëri. Ne dinim plot nga këto, unë dija plot nga këto, dhe nëse do të kisha bërë... Nuk i denoncuat, ama. Dhe të gjitha i denoncuat. Jo, të gjitha. Këtë të OSHE-s, për shembull, po dëgjoj për herë të parë, që drejtori i OSHE-s ka qenë në kryetari i bashkisë. Është fakti ditur. Jo në kryetari i bashkisë së Durrësit, është drejtori i përgjithshëm i OSHE-s. Dhe fakti që ju politikisht ta keni deklaruar këto, unë nuk e kujtoj. Ne kemi deklaruar disa herë, ndoshta jo Grita Duma, por gjithë stafi, sigurisht, unë nuk e kam zgjedhur që në fushatën time të Durrësit ta bëj fushatë sulmuese.
në asnjë moment, e ditur totalisht se cila ishte kjo situatë. Ju a them unë tani. Mos ka qenë ky gabim pikërisht? Absolutisht jo. Dhe por të më pyesni prapë, unë përsëri nuk do ta bëj këtë. Sidomos në zgjedhje lokale, që nuk janë zgjedhje thjeshtësisht politike. Janë mirëfilli politike, por nuk janë vetëm politike. Pa diskutim. Dhe sigurisht unë e dija edhe një gjë tjetër, që në vendimarrjen time, në vendimarrjen e Partisë Demokratike, në vendimarrjen e kryetarit të Partisë Demokratike, ne nuk do kishim zgjedhur kurrë që të blinim vota. Pra me pak fjalë, votat u vodhën, u blen dhe ju nuk keni përgjegjësi për këtë gjë. Votat u fryn, votat e demokratëve u ruajt, votat e blera janë përgjegjësitë atyre që janë të blera, në qoftë se ju do më thoni mua që përgjegjësia më takon mua, që e kaluam në kolegj zgjedhor listën e të regjistruarve fiktiv, që kishte njerëz që ishin të regjistruar në Maja Vinçash dhe në pallate karabinat pa mbaruara, apo kishte njerëz që ishin 20 veta në një banes, në një shtëpi 50 metra katror votues, të cilët ishin pjesë e magazinave të bashkisë, këtë pjesë të përgjegjësisë unë e mbaj vetëm në një kuptim. Ky kuptim i përgjegjësisë është jo. Për të fituar zgjedhjet unë nuk bëj të njëjtin model. Nëse dhe herën tjetër, dikush tjetër ose unë do gjendem përballë të njëjtit model, unë nuk do zgjedh që të bëj këtë, po themi, krim në manipulimin e rezultatit. Jo manipulimin e votës, manipulimin e rezultatit. Ju bëni të njëjtin gjë, do ta shikoni të ndodhte dhe do ta lejoni të ndodhte. Ajo ne s'do lejonim të ndodhte. Ju e keni parë që ne kemi çuar në KQZ. Ju keni parë debatet që kanë ndodhur atje. Ju e keni parë peshën e rëndesës që ka marrë KQZ-ja dhe prokujt. Kjo peshë e rëndesë filloi dhe me mbiemrin tim, që kishte precedent plot, që ishte përdorur mbiemri i lindjes dhe mbiemri im u bë çështje. Do flasim edhe për këtë lloj detajesh, por ne e quam kolegj zgjedhor, e quam një herë, e quam 2 herë, e quam 3 herë. Kjo nuk u la, por Eni, nëse unë do të kisha thënë që jo, nuk kandidoj, kjo do të kishte qenë marrje përgjegjësie apo mos marrje përgjegjësie. Ju mendoni që një njerëz që bën karrierë politike nuk e ka më të thjeshtë që në disa momente të vështira, ku ndrejt kandidimeve të vështira, jo, nuk është kjo pyetja, personin që del nga platforma e partisë, bën zërin e partisë, të nderuar, por bën vetëm kaq. Ne do pyetja është tjetër. Po flasim për përgjegjësinë. Ju thoni që përgjegjësia është e kamp të kundërshtar, të cilët manipuluan vodhën etj dhe kësaj gjëje nuk i hyj. Absolutisht nuk kam thënë vetëm këtë. Grida Duma, cila është përgjegjësia e saj dhe duhet kaloj tek materiali. Nuk kam thënë vetëm këtë, por ju them një gjë tjetër. Eni. Që ishin më pak agresive se ç'duhet, që dolët nga vetja dhe doni të dilte në publik një anë e gridës, pak e butë, pak më qeshur se ç'duhet, pak më... Po merre me konturin, pasi thelbin do ma thoni ju. Ju flisni nga pikpamja mediatike, ajo që duket. Unë edhe sot mendoj që njerëzit kanë nevojë që disa gjërat ja themi më qetë. Përkundrazi shumë më qetë. Unë nuk besoj që në rastin e kandidatit që kisha përballë do të kisha luftë politike. Për atë arsye, ai diskuri që unë mora më i qetë, më i butë, më normal, nuk kishte të bënte me agresivitetin politik. Nuk kishte identitet politik i kandidati, që të neve të futeshim në logjika. Por nga ana tjetër duhet pranojmë një gjë. A pati kosto? Mendoj që janë gjëra shumë diskutueshme, nuk e masim dot ka pasur kosto apo jo. Por unë këtu e kam qartësuar se pse nuk kam dalë në atë debat. Janë gjëra diskutueshme, deri ku, pse, etj, menaxhimi i kësaj situate. Por gjithsesi një gjë është e vërtetë që në kuotat caktuara të standardit, një gjë duhet ta pranojmë. Nuk mbahet më në Durrës ndonjë fushat e Van Gjushdakos. Një gjë e dimne, që nëse do ishin 2 figura, 2 gjusha në Durrës, nuk do mbahej mend asgjë. Por një fushat e Grida Dumës mbahet mend. Ajo që unë dija qartësisht ishte që në të gjitha rastet, në këto kushte të shtrënguara, ajo që nuk duhej humbur ishte standardi. Nuk duhej humbur standardi në asnjë moment. Dhe në qoftë se edhe sot më pyesin, a do përdorësh të njëjtat mjete vetëm dhe vetëm për të fituar pushtetin, unë ju them jo. Sepse jo për shkak të moralizmit, jo për shkak të idealizmit, se ndoshta këto janë terma që sot njerëzit as që duan të dëgjojnë më, kanë nevojë përditshme për atë të ardhurat e tyre të përditshme dhe për atë 30.000 lekëshën e vjetër apo 50.000 lekëshën e vjetër me cilën kur kanë qenë në takime elektorale, stafit tim janë afruar njerëz të cilët e kishin të mësuar si refleks këtë dhe thanë po këtu ke ju sa shitet vota. Më thoni çfarë qëndrimi do mbanit ju? Ju do të thoni që si s'ke turp ti që kërkon të shesësh votën, kur ai është nevojtar? Juve do të thonit largohu se ne këtu nuk jemi nga ata? Unë kam bërë një formulë tjetër kur kam pasur mundësi të ndihmoj njerëz. Ai sa kam pasur mundësi. Por kur nuk ja kam zilin,
një fitore, dhe për këtë arsye nuk e urova, një fitore e cila është peng e komisionerëve që blejnë votën, një fitore e cila është peng e atyre njerëzve që mbushën oborret me njerëz të dalë nga burgu, ajo nuk është një fitore e cila ka rrënjë pozitive, ajo ka rrënjë tek e keqja. Dhe në qoftë se kjo lloj rrënje është në bazamentin e një fitore, ajo nuk mbjell dhe nuk prodhon të mirë. Zënë Duma, a janë 13.000-12.000 vota rezultat i vjedhjes janë shumë për qenë kështu, i manipulimit, i gjithçka që ju përmendni? Unë kam analizën qendër votimi për çështjen e Durrësit. Dhe e di qartësisht. A keni pasur probleme tjera? A keni pasur probleme me strukturën tuaj partijake? Të gjitha problemet që juve apo gazetarët të tjerë të terrenit dhe profesional mund të detektojnë në pjesën e strukturës dhe organizimit, janë probleme shumë më minore se sa kjo e madhja. Pa diskutim, ka nevojë për riorganizim brenda partisë, sepse unë e theksova këtë se kur kishim dalë nga zgjedhjet. Pa diskutim, kjo analizë është duke u bërë kuti për kuti dhe qendër votimi për qendër votimi. Por janë shumë më minore këto probleme se sa përballja e madhe e makinerisë me të cilën ne u përballëm. Kjo absolutisht nuk do të thotë që unë nuk njoh që rezultati është humbje nga ana jonë dhe fitore nga ana tjetrit. Por nga ana tjetër, unë mendoj që biem dakord edhe në perceptimin e përgjithshëm që kandidatë si ai Durrësit janë figura të shkuarës. Dhe kandidatë si kjo fryma që unë i përmenda, kandidatë e Partisë Demokratike, nuk janë figura të shkuarës. Mund ta themi në këtë, ai sot është kryetari i Bashkisë Durrësit, i ligjshëm, zëna Duma, kështu që nuk mund ta quajmë shkuar. Dhe shkoft sa më mirë qeverisja e Durrësit. E quajmë tashëm. Dhe shkoft sa më mirë qeverisja e Durrësit. Unë kam idenë time se si shkon. Nuk dua të bëj tani as pak rezume në çështjes Durrësit, sepse e kemi bërë një herë. Besoj që kjo është ajo sa duhet thënë në këto momente, se nuk jemi mbledhur këtu për se si shkon qeverisja e Durrësit sot, e cila mund lidhemi një tjetër, po flas për përgjegjësitë tuaja dhe dua këtu të vazhdoj të flas për këtë gjë nëpërmjet një materiali. Ndjekim cili ka qenë prononcimi juaj më një herë pas humbjes tuaj në Durrës dhe pikërisht momenti ku ju e pranoni humbjen tuaj. Materiali. Unë e njoh përgjegjësinë e humbjes sepse pikërisht është më e madhe humbja kur ajo duhet ndalonte një të keqe më të madhe. Dhe sepse e njoh përgjegjësinë e humbjes, jam këtu për t'i thënë kujtdo që beson dhe duhet vazhdoj të besojë në vlerat mëdha, në vlerat e punës, në vlerat e dinjitetit, në vlerat e të çliruarit një qyteti edhe të kthyerit qytetarisë, në vlerat e atyre që nuk duan që t'i varroset arkeologjia, historia, paraardhësit, në vlerat e atyre që besojnë fort tek i forti dhe meritokracia, jo tek shtrembrimi. Jam me ata sot, do na gjejnë këtu përballë, do jemi me bashkë të gjithë për të përballuar çdo betejë që duhet në te, për të rindërtuar standardin e vlerave reale, të lirive të njerëzit, të një qyteti që të qytetarin mira vjeçare, duhet së paku tashmë të fillojmë t'ia mbrojmë dhe ky është veç se fillimi një beteje të madhe. Nuk është kurse si humbja, fundi asgjëje, por fillimi i një beteje që do ta kemi përsëri bashkë dhe do të gjendemi përballë. Ky ishte artikulimi juaj me njëherë pas pranimit të rezultatit të zgjedhjeve në Durrës, ndërkohë që teleshikuesit na shkruajnë në faqen tonë Eni Vasili Studio e hapur, disa prej tyre pyesin a do rikandidoni përsëri në Durrës, po do ta kërkoj më vonë të përgjigje, do doja të qëndroja ende te ky prononcim. Kujtoj që Ambasada Amerikane e përshëndeti zotin Kosova, kur ai në fakt i uroi punën, le ta themi, i uroi fitoren zotit Velia, edhe mund të themi që ai quajti këtë si një hap përpara, një zhvillim pozitiv, një emancipim etj. A mos duhet kishit bërë dhe ju të njëjtën gjë me kandidatin tuaj kundërshtar? Ju më bëni një njëjtën pyetje ose ngrihen një njëjtin shqetësim që ngrihet një pjesë e mirë e stafit tim, që vrapuan të më thonin gjithsesi uro fitoren, është europiane, është perëndimore. Unë reflektova me veten dhe thashë nuk është ky rasti. Nuk është as pak ky rasti. Dhe besoj që për aq sa i njoh unë standardet perëndimore, Washingtoni s'do më kishte dhënë asnjë flet lavdrimi se do uroja Vengjushdakun. Jo, nuk ishte rasti urimit fitores, po t'ishte me sinqeritet dhe vërtetësi të plot do ja pranoja kështu. Unë besoj, mbetem me besimin që nëse zgjedhjet do të kishin qenë të pastra dhe të pa influencuara. Dhe kur them pa influencuara edhe nga pjesë të mijat, që do të thotë, nuk kanë qenë të pakta në momentet në të cilat unë jam gjendur përballë strukturave Partisë Demokratike, të cilat më thonin që, shiko Grida, i kemi këtu dhe këtu dhe këtu njerëzit tanë në vende pune. Na deklarojnë që po t'jetë nevojshme ata vinin, përfshihen fushat, por ama humbin vendin e punës. Në këto raste dhe shumë tjera të ngjashme nga këto, unë nuk kam zgjedhur kurrë të them që
me harakirin e tyre personale ato domosdoshmërisht duhet vinë dhe të punojnë për strukturat e Partisë Demokratike. Unë besoj që një grupim politik është sidomos vullnetar e një partie të madhe që kërkon frym, nuk mund të jetë as ushtri, as disiplin, as dhunë. Unë e kam parë me sytë e mi dhe të tjerë e kanë parë me sytë të thjesht, pastër, ditën për diell, se si në momentet e numërimit të atyre kutive të votimit, kur ndonjë kuti nuk dilte sipas planifikimit të tyre, se në çfarë sjellje ishte pale tjetër. Cila ishte sjellja? Kërcënuese, ofenduese, që do të thotë që ata që kishin marrë përsipër rezultatin e atyre kutive të votimit, në momentin që nuk i dilte eksaktësisht planifikimi, ulëritej në sallën e numërimit. Nuk numërojnë vota për herë të parë në Shqipëri. Besoj se numëruesit tuaj janë gjithashtu me eksperiencë, zakonisht janë të njëjtit. Thash sjelljen e tyre kundrejt numëruesit tyre. Nuk thash këtë. Absolutisht. Për të 100 herë, 100 herë apo 10 herë është e njëjta sjellje. Unë thash mënyrën se si zgjodha unë ta bëj fushatën. Mënyrën se si zgjodha unë ta bëj fushatën është e tillë që për mua, nëse një demokrat apo demokrate në një moment caktuar kishte presionin e humbjes të vendit punës, unë nuk do ta detyroja ta bënte këtë harakiri. Dhe jo vetëm ata, por me 10 qindra bizneset vogla. Dhe jo vetëm ata, por me 10 qindra njerëz të cilët punonin në administratën e bashkisë që nuk ishin pak, por edhe në administratën e shtetit që nuk ishin pak. Kjo ndodh në çdo fushat në Shqipëri. Nuk ka asnjë të re në këtë gjë që ju po thoni. Është shqetësuese, jam dakord me ju, por kjo ka 20 vjet që ndodh. Ju e thoni kështu. Unë mendoj që nga brenda Partisë Demokratike, një nga shqetësimet që thuhet në mënyrë kështu zakonshme është që ne nuk sillemi kur keq me kundërshtarët politik, ne si heqim kur nga puna. Dakor, po të shkosh në çdo kamp kështu thot. Po mos kujtoni se po të shkoni nga e majta pranoj që po ne sillemi keq. Dhe nuk është kështu për dhëna faktike. Megjithatë rikthehemi tek përgjegjësia se e lam aty. Përveç shifrave se kush lëvizet nga puna dhe kush lëvizet nga puna, unë ju them frymën time të fushatës. Për këtë unë mbaj përgjegjësi. Për faktin që absolutisht në asnjë moment nuk janë detyruar ndjekësit e Partisë Demokratike t'i bëjnë gjërat me imponim apo me dhunë. Kjo është totalisht e ndryshme nga një fushat në të cilën njerëzve i vendoset me kuotë, me numër, eksaktësisht se cili është rezultati që duhet nxjerrin. Nëse jo, ato kanë ndëshkime. Nuk është kjo logjika. Ashtu siç nuk është kjo logjika për mua kur ju them riorganizimi. Kur ju them riorganizimi, nënkuptoj një sinergji që tashmë duhet domosdoshmërisht. Kur thoni riorganizim, për çfarë keni fjalën? Bazën e partisë, strukturat drejtuese, lidhjet midis bazës dhe strukturës? Strukturat janë lidhja midis bazës dhe mesazhet politik dhe fitores, pa diskutim. Ku çalon në bazë? Apo tek lidhja mes tyre? Nuk mund të thuhet kurse, shikoni, pas çdo palë zgjedhjeve duhen parë zgjedhjet për të marrë një mesazh se çfarë duhet riorganizuar. Ajo që duhet theksoj këtu është një gjë fare thjesht. Është folur fort për riorganizimin, për gjyqin e madh që duhet bërë, a duhen penalizuar njerëzit, as duhen penalizuar njerëzit për performancën e dobët. Po gjyqi ndoshta jo po analizë, po të paktën. Gjyq kurse si jo. Së pari. Së dyti unë mendoj që tani ka ardhur momenti një sinergjimi të domosdoshëm për Partinë Demokratike, që janë krijuar deri ngadalë 3 breza politik në Partinë Demokratike. Brezi atyre që e themeluan, brezi atyre që njihen si profesionale dhe teknicianët e mirë dhe ekzekutivët shumë të mirë të 2005-s e Kjo sinergji para analizës apo prapa analizës? Prapa analizës vlen më shumë. Prapa analizës ose prej analizës vlen më shumë. Do ta bëni analizën? Dhe vetmja mënyrë për të pasur riorganizim është kjo frym, për të çuar dhe për të riorganizuar gjërat në atë vend ku njerëzit japin më shumë. Do ta them këtu dhe do ta them gjithmonë. Partia me strukturat e veta bëri maksimumin asaj që mundte. Unë kur nuk keni për të parë që të them që fajin e ka struktura. Sigurisht, struktura kërkon riorganizim përhershëm, kërkon një sinergji të vazhdueshme dhe duhet provoj vetveten që funksionon me një performancë të lartë. Por, kurse si nuk mund thuash që vullnetarët e strukturës janë ata që kanë problemet. Pra deri tani zonë Duna më keni thënë që fajin e ka struktura dhe fajin e ka manipulimi. Vita Duma cilën përgjegjësi konkretisht ja njeh vetës. Eni, kam thënë kundër, nuk e ka strukturë. Pra, dakord. Pra, a struktura ndërkohë ka vetëm... Unë besoj e shpjegova mjaftueshëm se cili është terreni, dhe cili është konteksti i tyre zgjedhjeve. Duhet lidhni edhe një herë përgjegjësinë personale, Unë e marr përgjegjësinë personale. Sot gjendjen para jush jo si kryetare e Bashkisë Durrësit. Qartë, e kuptoj. Më tepër se sa ka. Ka marrë përgjegjësinë personale kur zgjodha dhe thash po ndaj kandidimit. Besoj që edhe kjo është përgjegjësi e madhe në kontekstin që ju parashtrova. E kam marrë përgjegjësinë personale për sa kohë nuk kam thënë asnjë moment që me lista fiktive, me një KQZ që nuk të mbron, me një kolegj zgjedhor që nuk arrin të të mbrojë dot, jo se s'ka dashur,
vazhdojnë zgjedhjet, se shumë bukur, mund të ishim në panelet tjera kam qenë, kur kolegë të nderuar tuajt më thonit, ju do të bojkotoni zgjedhjet, sepse e dini në çfarë gjë. Dhe unë nuk thash asnjë moment që duhen bojkotuar zgjedhjet. Dhe unë e kam marrë këtë përgjegjësi. Nuk di se cila është përgjegjësi më e madhe se kjo në politikë. E qartë. Përveç se të jesh para jush me këtë peshë e cila nuk besoj që duhet parë vetëm si një peshë, por besoj që duhet parë edhe si një arritje standardi. Dhe do të vazhdoj të them, unë besoj që kandidatë si Halim Kosova, Gjergj Mero, tjerë plus Grita Duma, janë kandidatët e të ardhmes. Pas një dyshim që ajo që kemi lënë pas, janë kandidatët e të shkuarës. Folëm për përgjegjësinë tuaj, folëm diçka për përgjegjësinë e strukturës, doja të dija përgjegjësinë e partisë. Dhe kur them partisë, nuk po them për bazën, nuk po them për kupolën drejtuese. Unë besoj që kam qenë në sinkron. Edhe nuk duhet ta quaj veten ku jam. Jam te struktura, jam te baza, ne jemi në zgjedhje, nuk ka general në një farë mënyrë. Ka një strategji të rënd dakord, që është kështu. Ajo që ju thatë pse ishit paqësore, është një strategji e përbashkët. Ajo që ne thamë që struktura do të punojë nga ky deri këtu, është një strategji e përbashkët. Ajo që u vu që në momentin e parë një gur themeli, a do përdoren të gjitha mjetet edhe për të blerë votën, dhe u tha kurse si nuk shkojmë kundrejt me këtë standard, është strategji e përbashkët. Unë nuk i bëj dot të ndara këto situata. Unë nuk besoj që hierarkia e lartë e partisë zgjodhi kandidatët e gabuar. Nuk vazhdoj të mos ta mendoj këtë. Zënja Duma, mendoni se përbaltja juaj, disa lloj insinuatash jo simpatike dhe po përdor një eufemizëm të vazhdueshme në fakt në jetës tuaj personale, mbi bizneset private, kanë influencuar në fushatën tuaj një foto e paqen për shembull që u publikua dhe me të cilën media u mor shumë rrjetet sociale gjithashtu, po e cila në vetvete simbolizon një mënyrë sjellje ndaj, nuk e di, ndaj gruas në politikë, ndaj gridës. Ju ka shqetësuar kjo gjë dhe mendoni që ka patur kosto? Eni, ti je një femër e bukur dhe e di shumë mirë, jam e bindur që e di. Ne bashkë s'kemi folur dot për këtë, po s'ka nevojë të flasim. E di shumë mirë se sa e vështirë është të jesh një gazetare e suksesshme kur je femër e bukur. Më beso. Është shumë herë më e vështirë ta bësh këtë në politikë. Por, për sa kohë që unë kam marrë përsipër që të prish qetësinë, jo timen, po të njerëzve të mi të shtrenjtë, në emër të një kauze, e cila nuk është personale. Sepse të bësh, s'po i quaj politike, po publike, të bësh veprime publike, është një thirrje e brendshme, nuk mësohet mësim te bankat e shkollës. Nuk mësohet përmendesh. Është një thirrje që i lind njeriu dhe te i kalon njeriu, që është lidhet me njerëzit. Ti ke mundësi të bësh një gjë më mirë për njerëzit, e kupton që, sidomos në këtë Shqipëri, mundësitë janë shumë të mëdha. Shqiptarët e meritojnë, duhet bëhet, dhe vazhdon e bën këtë vetëm në emër të kësaj arsye madhore. Dhe është e vetmi arsye e cila më justifikon mua koston e njerëzve që kam afër, se himja është krejtësisht e justifikuar. Keni parasysh djalin tuaj? Kam parasysh prindit e mi të parët. Djali im besoj që është një luftarak po ai sa unë. Në vërtet? Si përjeton ai këto ngjarje, le t'i quajmë kështu? Është një problem me polaritetin e politikës në Shqipëri, pro dhe kundër. Ai është përfshirë në fushat, si shumë i vogël, besoj që është eksperiencë shumë e mirë për të. Por shoh që ai bëhet më ekstrem, ndjekës i forcës politike se sa unë vetë. Dhe shumë shpesh më duhet i shpjegoj që njerëz me të virtyte ka majtas dhe djathtas, që njerëz të mirë ka majtas dhe djathtas, dhe logo është një mënyrë për t'i parë gjërat nga sipër. Dhe nuk do të thotë që ande janë armiqt dhe këte janë miqt. Besoj që nga dy anët ka njerëz të cilët vlejnë dhe s'duhen parë kurrë nga logo. Mendoj që është një betejë që mund të fitohet ndaj linçimit të grave vetëm në politikë, vetëm se janë të tilla, se janë gra, se janë. Fitohet duke luftuar, nuk fitohet duke thënë a mund të fitohet. Fitohet duke vazhduar. Aq më tepër që kur arrin një pikë caktuar, kupton qartësi që çdo gjë që është përbaltje e vogël e gjërave personale etj, kundrejt të cilave të duhet të shtrëngosh shumë veten për të mos reaguar, se po e krijove atë precedent, atëherë do të vazhdosh ashtu pafund. Por ndërkohë dhe politika shqiptare ka provuar që sa herë që kemi goditur politikisht një njeri për çështje personale nuk ka funksionuar as pak. Dhe njerëzit tashmë në një Shqipëri që unë kam shkruar në një artikull që e kuptojnë shumë mirë që pas çdo intrige të caktuar ka një arsye tjetër, besoj që janë shumë të zgjuar se sa thjesht përgjigjet e mia këtu,
për të kuptuar se pse realisht ndodhin disa gjëra dhe nuk e shqetëson asnjëri. Pra mund të themi që do vazhdosh të injorosh çdo insinuatë që do ketë të bëjë vërtet po. Do ketë bëjë me personale. Kjo është çështje zgjedhje e rëndësishme. Mund ta bësh këtë në çdo moment, shumë herë jam përgatitur ta bëj këtë në çdo moment, por pastaj mendoj që arritja më e madhe është ta kthesh një njeri në një përgjigjës të çështjeve pa vlerë, të cilat mund të kenë vlera për ata që duan të çojnë aty, por po e bëre këtë, ke përfunduar në atë që ti e the në filles të emisionit në një kazan. Rikthehemi të flasim për politikën, atë të vërtetën të kazanit, atje ku zjen gjithçka, le të flasim për aksionin e opozitës sot, për shembull. Në vështrimin tuaj, kemi një opozitë të dobët, kemi një leadership të dobët apo të fortë? A keni ju probleme me Partinë Demokratike, zonja Duma? Unë identifikoj veten me Partinë Demokratike. Nëse do të kem probleme me Partinë Demokratike siç ju e shtroni, do të thotë që kam probleme me veten. Dhe vetëm po e shtrova kështu, jam komode në atë që them. Dhe nuk kam probleme të asaj natyre që ju diskutoni. Por kuptoj një gjë që pak e dëgjoj që të thuhet qartazi. Shikoni, sot Partia Demokratike ose opozita shqiptare anatemohet për arsye të kundërta, kontradiktore. Kur leadershipi i ri erdhi në krye të partisë, ne të gjithë u kënaqëm dhe thamë që profili që e mori kryesinë e Partisë Demokratike është një profil i natyrës paqësore, racionale, i protestës paqësore, i protestës me mjete institucionale, i rrugës institucionale. Në të gjitha këto qasje, ne kemi thënë, është hap përpara, një hap i bekuar madje nga leadershipi historik, jo një hap i pa bekuar. Në deri në 22 nëntor të vitit që kaluar, ne bëm një nga protestat që nuk besoj, në pjesëmarrje dhe në qytetari. Dhe besoj këtu biem dakord. Pas asaj proteste, sigurisht pati plot demokrat, të cilët vuanin momentet e presionin, që sot në thonë që protesta e radhës duhet jetë agresive. Zonja Duma, kaluat në zgjedhje, sot kemi një hartë të zgjedhjeve lokale e cila mbizotrohet nga kundërshtari juaj. Ai ishte një test, nuk mund të jenë test protestat apo jo? Testi një forcë politike janë zgjedhjet. A mund të jemi konkret në këtë gjë? A jeni kënaqur? Kush e ka përgjegjësinë për atë hartë që prodhuan këto zgjedhjet lokale? Unë besoj që për reformën territoriale kemi folur mjaftueshëm. Unë besoj që për reformën territoriale, megjithëse është diskutuar pse u bojkotua, pse nuk u bojkotua, ju e dini shumë mirë që për sa kohë që edhe prezenca jone atë tavolinë ishte një prezencë vetëm mediatike, kam qenë unë që kam thënë, bojkoti është mjet politik, sepse nëse ti në parlament je vetëm për të dëgjuar në televizor, por nuk ke asnjë shans për të pasur influencë në vendimarrjen për reformën, atëherë më mirë shkon në televizor dhe bëj opozitën tënde, se sa të bëhesh i pavlefshëm parlament. Parlamenti është vendi ku deputetët kanë impakt, influencojnë tek ligjet, tek rregulloret, tek miratimi i çfarë do lloj akti, i cili influencon jetën. Ne e dim shumë mirë, unë e di shumë mirë, që reforma territoriale ka qenë dokumenti i parë me të cilin qeverisja e këtij koalicioni dhe kësaj magjorance ka ardhur e qartë. Ka qenë dokumenti i parë që kanë punuar me vite që ishte në fakti vetëm dokumenti plot. Pra humbja prap nuk është si pasojë veprimeve apo mos veprimeve të forcës tuaj politike, por është gjithmonë e veprimeve të kundërshtarit tuaj politik. Unë e kuptoj që edhe ju bëni po të njëjtën logjik dhe arsyetim që bëhet rëndom në jetën e përditshme. Unë e kuptoj fare mirë. Të rëndom ti e di. Jo, rëndom. Do me thënë përditshëm. Absolutisht rëndom. Përditshëm në jetën e zakonshme. Ky është diskutimi që bëhet. Pse opozita nuk bën? Keni vënë re që ka kaluar diskutimi, nuk thonë më pse po e bën qeveria, por po thonë pse opozita nuk po na mbron. Por keni parë në çfarë shoku është duke kaluar kjo shoqëri? Keni parë se sa janë detyrat komplekse që ka opozita 2014-2015? Do flasim, kam pyetje të veçanta për këtë. Jo, unë dua të qëndroj ende tek çështja, sepse po flasim për Partinë Demokratike. Kemi një largim për shembull të një zonje, të zonjës Doda, nuk e di. Të mbaroj procedimin sepse opozita duket sikur nuk po bën atë forcë dhe atë agresivitet, sepse nga ana tjetër sulmi është kaq i madh, sa që çfarëdo lloj gjëje që të bësh ti sot në mbrojtje të qytetarit është e pamjaftueshme. Sot kemi të bëjmë me një shok të shoqërisë nga të gjitha anët. Në rrogat ulta që nuk u ngritën as për shkak të inflacionit, në çdo produkt edhe ushqimor që është më i shtrenjtë, në absolutisht në dhunën që ka çdo qytetar, që po duhet ketë detyrimin të
të paguaj gjobën apo të parkojnë në vendin e dur, po marrë shembull fare të zakonshëm. Por ju e dini shumë mirë se sa pamundësi është parkosh. Dhe ke vetëm dy opsione, ose të paguash një gjob, ose të biesh një rrugë 4 herë, sepse ky nuk është shteti që t'jep të drejta, ky është shteti që të kërkon vetëm detyrime. Ky është shteti i cili, nëse sot do flasim për informalitetin, të mbyll qepenin për arsye krejt vogla, pa menduar fare që ti ndoshta s'ke mundësi të paguash, pa hyrë fare këtij diskutimi, pa menduar fare që ti nxjerr njerëz pa punë, dhe këtë luks nuk e ke, sepse nuk ke një shoqëri e cila prodhon, ke një shoqëri që nxjerr papunësi dhe kjo është më e shtrenjtë se sa mos pagimi një takse, e të tjera. Pra ke një shtet i cili sot, në emër të asaj logjikës së madhe po bëjmë shtet, në fakt është duke bërë dhunë. Dhe sulmi është i asaj natyre që momentin që qytetarët ndjehen në 3, 4, 10, 15 dimensione të sulmuar, çfarë thonë pse s'na mbron opozita? Çfarë bën opozita nga ana vet? Opozita ka zgjedhur të bëj prioritete. Çfarë duhet bëj? Do flasim për dekriminalizimin dhe reformën, do ju pyes për të, por qëndrojmë te zonja Doda dhe problemet brenda PD-s se dua ta mbyll këtë diskutim. Kemi largimin e një zonje nga Partia Demokratike. A mendoni ju se PD-ja po i humbet asjetet politik? A mendoni ju që ka një problem brenda Partisë Demokratike, një problem midis një fraksioni dhe kryetarit aktual? A ka sidoqoftë një problem që ju mund ta artikuloni më ndryshe nga unë? Për vetë natyrën e saj, Partia Demokratike ka tërhequr gjithmonë vëmendjen dhe e ka fryrë shumë të tepër opinioni publik vëmendjen e kësaj natyre dhe Partia Demokratike. Ty përmend pak Partinë Socialiste, sa e sa janë zërat brenda aktual, senator të ikur, të cilët para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, gjatë qeverisjes, ne jemi mësuar që të shikojmë dhe nuk i themi fraksione, flasim për Mejdanin sot, për Bem Blushin, për Erben Malajn, për Erion Braçen për para zgjedhjeve, pa fund zërat e PS-s, të cilët dalin kundër, përjashtohen, pa fund janë zërat e PS-s. Dhe kjo nuk tërheq vëmendjen e opinionit publik. E njëjta gjë dhe me zonjat e Partisë Socialiste. Nuk tërheq vëmendjen e opinionit publik lëvizjet e tyre. Tërheqin vëmendjen e opinionit publik çfarë ndodh në PD. Edhe kur kjo është një lëvizje. Sepse ka qenë një parti shumë kompakte. Sepse atëherë të theksojmë një herë që është parti kompakte. Është e rëndësishme të theksojmë që është derisa dhe një lëvizje e vetme vazhdon të ushtrojë të njëjtën vetme është jashtë jushteshme. Ka plot deputet të cilët e zgjedhin karrierën e tyre në këtë mënyrë. Po është në lëvizje e re. Pranoni dhe ju që është në lëvizje e re për Partinë Demokratike. Cila është në lëvizje e re? Sa po e thatë? Po, që ikën, po. Nuk besoj që si thoni kështu. Partia Demokratike ka pasur më shumë se cila do parti. Nuk po flasim për historikun e saj, nuk po flasim as për Rulin, nuk po flasim as për Pollon, gjëra që kanë ndodhur kohë të tjera. As për Zogaj. Janë komplet kohë dhe histori të tjera. Unë respektoj absolutisht vendimin e zonjës Doda, nuk kam asnjë koment për mënyrën se si e shikon secili karrierën e vet. Duke qenë se jemi në momentet e fundit, do doja të ishit shumë koncize në 3 pyetjet e fundit që më kanë ngelur, pasi minutazhi po shkon drejt fundit. Sipas jush, cila është arsyeja që opozita po godet Ilir Metën? Arsyeja është konkrete. Që nga Tom Doshi, e deri sot, çështja çon tek Ilir Meta. Ne nuk mendojmë, edhe askush në Shqipëri nuk mendon, që Ilir Meta është vartësi i Ramës. Edhe vetë zoti Meta thotë pse mua dhe jo kryeministri. Po sigurisht, por nuk duhet thoshte këtë, duhet të fliste për çështjen. Ka një akuzë për të. Dhe ajo që ne kërkojmë është që atje ku shkon akuza, atje të shkojë edhe veprimi politik. Dhe çdo qëmtim tjetër i natyrës që po kërkohet pushteti, po kërkohet aleanca, janë absurditete. Sepse po kërkohet fare normalisht që personi i cili këto ditë, mendoni se në çfarë absurdi jemi. Personi i cili akuzohet është personi që duhet lejojë në parlament hetimin e tij. Kuptoni në çfarë kontradikte jemi. Kë duhet akuzojmë? Përveç se personi i cili po akuzohet. Unë nuk do flas fare për akuzat. Çështja ato duhet provohen si të tilla. Por a ka absurd më të madh dhe kontradikt më të madhe që njeriu i cili është akuzuar duhet të lejojë hapjen e procesit dhe hetimin e tij për veten e tij. Në këtë absurd jemi. Çfarë do të kërkojmë tjetër? Për sa kohë mjafton një firmë, dhe zoti Meta ka garantuar këtë, ku është problemi? Ta vazhdojmë. Atë po kërkojmë dhe ne sot kemi thënë pikërisht këtë gjë. Të vazhdojmë këtë hetim. Mbetet e vërtet që në një vend me institucione të drejtësisë, të këtij niveli që kemi, kur ne diskutojmë për reformën drejtësi, kur ne diskutojmë për thellimin e reformës drejtësi, kur ne diskutojmë për dekriminalizimin dhe për fat të keq, jo për fat mirë, na provohet me disa deputet radhazi që fillojnë dhe japin dorëheqjen vetë. Ju e kuptoni, nga rrethanat e të vërtetës tyre. Dhe sigurisht nga karta jone dekriminalizimit. Dakor, pra ju flisni për dekriminalizimin, reformat, kjo është kur e fjala e diskurit tuaj politik gjatë gjithë kohës, në parlament, jashtë, në konferencë shtëpi. Problemi është jeta e shqiptarëve
është diçka ndryshe për te kësaj, Ju flasim thoni për... që jeta e shqiptarëve nuk është parlamenti shqiptar. Po. Sepse jeta e shqiptarëve në mënyrën e përditshme ka të bëjë me shpenzimet e përditshme, me atë që është kjo lufta e informalitetit e tjerë. Por duhet themi një gjë. Ju mendoni që reforma në ekonomi, informalitetit, nuk ka lidhje me reformën drejtësi dhe me dekriminalizimin? Unë ju them që ato janë rrënjët në fakt të reformës në ekonomi. Informaliteti është një fluskë e madhe. Ju e dini shumë mirë që në qoftë se bëhet fjalë që ne duhet luftojmë që një njeri që merr 300.000 lekë të deklarojë pagën e tij jo 200 po 300, se ke ky 100.000 lekë që s'deklaron ai zotria pas ka ngeli informaliteti. Apo tek ai biznesi i vogël, nga cilët 10.000 u mbyllën, 15.000 u formalizuar dhe i dhanë buxhetit shtetit 0.3% më shumë, ky nuk është lufta ndaj informalitetit. Kur ke një sistem të tërë ekonomik, i cili ka çmime reference. Kur ke një sistem të tërë ekonomik që thot po ta blesh aty shtëpinë, e ke kaq, po ta blesh atje, e ke kaq. Vetë sistemi ekonomik nuk ofron informalitet. Dakor, por nuk po flisni për paga, nuk po flisni për problemet e të ardhura, por për përditshmërinë e jetës shqiptare. Zënë Vasili, ne kemi zgjedhur të shkojmë te prioriteti. Keni shkëputur nga përditshmëria. Jo, nuk kemi shkëputur fare, por ne dim një gjë, që po nuk godit e rrënjët, po nuk shkove te reforma në drejtësi, atje ku realisht ndodh paraje, pisët dhe evazioni. E dini ju kush janë kredite këqija në Shqipëri? Janë korporatat e mëdha, të cilat ditën që duan të dalin nga kjo qasje dhe nga kjo krizë çfarë të bëjnë, do fryn bilancat nëpër banka. E dini ju që sot problemi më i madh është që janë zhdoganuar 900 ton më pak duhan. Dhe kjo do të thotë që është atje evazioni dhe informaliteti. E dini ju që në tregun paralel të kredidhënies, më lër ta mbaroj, ekziston një kredidhënie me fajde, parash të zeza, për të cilat nuk flitet kurrë. Këto janë paratë mëdha. Do ju ftoj në një debat për ekonominë. Dhe krimi politik, jo, nuk është çështje ekonomie. Krimi politik është krim ekonomik. Pra, kur ne themi dekriminalizimi, kur ne themi reforma në drejtësi, në fakt kemi thënë reforma në ekonomi. Sepse këto janë gjëra të cilat o goditen nga rrënjët, o goditen nga maja e vet, ose nuk arrin kurrë të ketë rezultat dhe do jetë ky show i përditshëm, ku ti as drejtësi nuk vendos dot, se një individi që ka paguar 15 vjet taksa dhe i ka mbetur në një borxh ndaj shtetit, e trajton më keq se sa dikush tjetër të cilit sot për herë të parë fillon dhe paguan taksa. A mund të komentoni çështja më të rëndësishme të politikës ditës pyetpyetjen, të quajmë kështu më të madhe, nëse presim një koalicion midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në rastin e, nuk e di, zgjedhjeve parëkohshme? Unë mendoj që këto janë fiction që prodhohen shumë më tepër nga media. Dhe unë besoj që nuk ka gjë më konstruktive se sa opozita për një vend. Ne duhet rrisim për ditë kontribuojmë të rrisim nivelin e opozitës. Çdo gjë që, pa diskutim, ne duhet rrisim nivelin e opozitës dhe kur themi që disa platforma duhet domosdoshmërisht të jemi bashkë, mund të rrisim nivelin e opozitës kur jo për çdo gjë do themi jo dhe për çdo gjë do themi po, në faktin që po e thot tjetri. Nuk ka asnjë realitet, nuk ka asnjë... Unë nuk besoj që ka ndonjë realitet të shëndetshëm politik që i zhduk opozitën një vendi. Nuk ka asnjë shans që të zhduket opozita dhe kjo të jetë konstruktive. Një vend ka nevojë për pozitën dhe për opozitën njësoj si ka nevojë për qeverisjen dhe për frymën e saj reflektive. Do e dua faleminderit që zgjodhët studion e hapur për rrëfimin tuaj të parë pas zgjedhjeve lokale. Tani që e bët këtë hyrje sërish në skenën tonë mediatike, unë juftoj të jeni sa më shpesh studion time. Faleminderit që ishit sonte me mua. Faleminderit juaj. Faleminderit ju që ndoqët të intervistë drejt për drejt me Grida Dumën, nderuar teleshikues, sekretarin e burimeve njerëzore në Partinë Demokratike. Ndërkaq, një hap publicitar dhe menjëherë më pas do të ulemi në tryezën tonë të panelit. Me mua sonte do të jetë Pascal Milo, Dashamir Shehi dhe 2 kolegë analist, Alfred Lela dhe Tiri Blushi, do të flasim për çështjet më të nxehta të ditës, të politikës ditës, letra e Spartak Braus, deklarimet e Ilir Metës, çfarë po ndodh brenda kampit të majit. Menjëherë mbas hapësirës publicitare.